Shqipëria çeli në Bruksel 4 kapituj të tjerë në procesin e përafrimit me Bashkimin Evropian dhe brenda dhjetorit. Gjatë presidencës daneze synon të çelen edhe 5 kapituj të fundit. Duke ju përgjigjur pyetjes së drejtuar nga Radio Televizioni Shqiptar, komisionerja e zgjerimit Marta Kos vlerësoi lidershipin e kryeministit Rama dhe rezultatet e prekshme të Shqipërisë. Shqipëria duhet të japë rezultate me reforma dhe të sjellë gjithçka që është e nevojshme që të mbyll kapitujt. Vizioni i kryeministrit tuaj është që të përmbyllim negociatat në fund të vitit 2027. E mbështesim këtë vizion. Çka do të thotë se në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia nga ana jon që ta mbështesim me të gjithë energjinë dhe fuqinë njerëzore që kemi këtu në Bruksel dhe po ashtu në presidencë. Ministria daneze Marie Bjerre siguroi mbështetjen e 27 vendeve anëtare të bllokut ndaj rrugëtimit të Shqipërisë dhe tha se anëtarësimi është i rëndësishëm për vetë Bashkimin Evropian. Kapacitetet administrative të Shqipërisë janë të gatshme që ndërkohë që ecim para, Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk keni vetëm vikingët nga ana juaj, por të gjithë Bashkimin Evropian. Të gjithë shtetet anëtare mbështesin Shqipërinë. Një e ardhme e BE-s me Shqipërinë është e rëndësishme për të gjithë ne. Kryeministri Edi Rama u shpreh se sfida më e madhe do të jetë zbatimi i kapitujve dhe kjo duhet të ndodhë deri në vitin 2027, sikurse është akordësuar me Bashkimin Evropian. Sfida jon është rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse përmenda se tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës, me një ministër të ri që është negociatori nga pala jon dhe tashmë i duhet të gjejë një negociator që ta shoqërojë. Dhe sigurisht kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kisha marrë në konsiderat, por sot është shumë e qartë. Është një proces të mësuari për të gjithë ne dhe duhet jemi të përulur, përkushtuar ndaj punës dhe duhet ta duam Evropën me gjithë pasionin tonë. Kapitujt e fundit që pritet të çelen në muajt e fundit të vitit kanë të bëjnë me bujqësinë, peshkimin dhe sigurinë ushqimore. Grup kapitulli i parë, themeloret, u çel më 15 tetor të vitit të kaluar në Luksemburg.